si ka mundësi që PD, folëm me zonjën Kalaja, gjitha thotë të gjithë janë të ndryshueshëm. Jo vetëm Partia Demokratike, ata 50 që u zgjodhen e të gjithë, ata 50 s'pyesin fare ata të partive të tjera. Se ata të thonë edhe ikëm, më thotë tunja tjeta, sa tjeta, ikin ata. Po, si ka mundësi që PD ka përfunduar në një parti ku askush nuk guxon të dalë dhe të kërkojë largimin e doktorit? Jo tendin. Si mendon ti tani këtë? Kjo është një humbje dramatike dhe nuk del njeri në botë të thot një gjë. Apo që të kërkojnë analizë për humbjen. Të parën njeri që dëgjuam ne aty, ishe ti i pari jetë se fole dhe Adriana, e cila tha, duhet analiza të filloj sa më pari. Absolutisht analiza duhet bërë, dhe unë nuk ta them edhe këtu, ktheu mbrapa në kohë, ke një kuvend datës 2 dhjetor 2023, ku unë kam kërku analizën e zgjedhjeve vendore. Që su bë. Dhe unë kam kërku se su bë. Po s'do bë as kjo, ky është problemi. Mos kthehem ke fjalët. Më litni me Adrianën kur të them unë, unë qëndrimet të jetë edhe se u bën inaktiv të gjithë gazetarët tu. Analiza duhet bërë me do e mos. Dhe unë i qëndroj kësaj. Pra, edhe pse... Po, doktori, a mund të themi me fjalë që ja mund të largohet? Edhe i herë. Do bëjmë një analizë? Doktor tjetër. Ta diskutojmë. Jo, po, thot, Antoni e tha që bie automatikisht. A statuti jo unë? Për statuti. Jo, për pjesën statuti mos flasë unë se... Qartë. Tash bëhem dhe jurist në duket qike tepërt. Mirës mos flasë se ti dhe kur merë vota nuk merë do të mandatin. Ja, i se qartë se s'ka nevojë të jesh asurist. Por, ti bëjmë i qik gjërat me etapa, si që jam për të... Duhet me etapë. Po, unë kur s'kam qenë për djegën e etapave. Mendoj që është një nga fatkeqësitë tona që ngritëm këtë kulturën e djegës e etapave. Procedurat kam pjesë të vete. Të marroj herë procesi, se unë jam akoma në proces personalisht. Bëj një analizë unë herë personale. Kjo analizë personale kontribuon në analizën totale të qarku Tiranës. E më pas një më të qarqet e tjera, me të thonë drejtën, unë nuk i kam ndjekë, se s'kam pas kohë me ndjekë një më të qarqet e tjera, se si ka shku fushata, ku ka qenë problematika me radhë. Dhe analiza totale i takoj grupi pune i kryesi. Ky është realiteti. Por që do bërë? Anton, sot i hylli do të pas ke kaluar një kundërshtari i egër i PD-së dhe i doktorit së bashku me antishqiptarin në baton dhe Abilekaj. Kush është ai? Është një që më shkruan vazhdimisht. Çfarë thotë? Është militant i Partisë Demokratike. Po nuk prezantohen njerëz që s'kan... Jo, unë e di kush është, por nuk e them, e kupton se... Po jo, po... Çfarë tha? Po si na duhet një njeri... Antidemokrati i egër, thotë bashkë me Batonin dhe me Abilekaj. Mirë, zotri mirë, dakord. Dhe statutin lexova, zotri. Statutin lexoj, Antoni lexoj vetëm statutin. Kalohet të lexosh statutin? Statutin e ka bërë doktori. Ditë kia ka për të lexuar statutin. Të statut, këtë nene vendosi doktori, kur e vendosi këtë nenin e automatikisht? 2022-2023. Të kohën për Lulin. 2022 është bërë kjo? Qartë. Ore problemi... Dëgjoj, ky nen mund mos zbatohet. Mund të mos zbatohet. Po. Me një kusht. Që kuvendit bie edhe një herë. Të ndryshohet statuti? Do të thotë, jo. S'ka kuptim se bëhet me fuqi prava veproze. Po të paktën të ketë një, sepse Berisha, po përmendim Berishën, Berisha u kthye në Partinë Demokratike dhe mori mbështetjen me një spektakël demokracie, shkojnë në fortore, mblodhi njerëzit, mblodhi firmat e njerëzve për të rrëzuar kryesinë e partisë e tjera dhe pastaj u zgjidhën në gjykat, po të paktën ai e bëri rrugën e tij, demokratike. Tani s'mund të rinë në mënyrë jo demokratike. A du eki Berisha apo jo, këtë se vendosim ne? Statuti e ka Berisha. Qëse ai dojtë të mos e zbatoj atë statut. Ajo është çështje e PD-s më. Nëse PD-ja do për shembull dalë dhe forcë 3. Po ne këtë se vendosim dot. PD-ja do të dalë forcë 4, mos i fare në parlament. Po kjo s'varet nga ne. Sigurisht, pa ne Ne po do ne lëm të bëjmë. Ne mbarojmë këtu dhe ikim shpitani çfarë do bëjmë. Gjë nuk kuptoj se Adriana tha që aty 1% e Berishës nuk punon gjithë ata që janë në listë aty të mbyllur. Pyetësh pse i zgjedh këta, domethënë, se nëse këta s'punojnë. Dhe doktori ka zgjedhur ja. Dhe doktori i zgjedh, ndërkohë që Ali Mehmeti merr vota, këta s'marrin vota, ata janë në listë. Domethënë pse ndodh kjo? Ali Mehmeti ka marrë vota dhe nuk zgjidhet aty. Po pra. Këta 50 doktori i futi aty brenda.
Bileti duhet që futur aty oj. Të kyqesh aty për mua. Doja në fakt se Me unë kontributet i ke dhenë. nuk jam hipokrite, normalisht që doja t'isha në listë të mbyllur, nuk isha tjetër problem kjo. Tani, ajo që thotë Antoni është shumë e vërtet, sepse nëse ne duam të zbatojmë ligjin, ne duhet zbatojmë më së pari statutin e partisë. Kështu që unë kur flas për atë mandatin 4 vjeçar, ka pas dhe një ndryshim të statutit ton, ku në 2 dhjetor të 2023-shit, ne kemi marrë një vendim si kuvend që statutin mund ta ndryshojë dhe Këshilli Kombëtar. Pra, unë mendoj që për interesat Partisë Demokratike, ne mund të bëjmë një nen transitor, atë që propozova unë edhe për primaret, po është më mirë se ne të marrim një nen transitor, apo të shkelim statutin. Kështu që zgjidhje ka, por unë si që thash, nuk... Ju mund të bëni që bëni një, nëni në një fraksion, sa është, 6 jetë, fraksion A, fraksion B, fraksion C, dhe bëni për 3 zgjedhje, që si jetë gjithmonë. Mendimi mirë është, do ta propozoj. Do ta propozoj në mbledhjen e radhës. Propozimi mirë është. Po pse të lodheni të mbledheni një çdo 4 vjet? Po se mos kemi bëni A, B, C, D. Se le pas statut fare. Se mos kemi punë tjetër. Jo, pas statut janë ato euroatlantistët, kështu që ne jemi me statut. Po që për mua Euroatlantiku të shkret vetëm peshqit i mbeten, e thashëm këtu. Se dhe Atlantiku shtu dushit, shtu deshit ta se aty vetëm pesh ka. Ngeli ke pizza me 4 djatrat ai dhe harroj të bënte fushat. Pizza ngreti po. Mirë. Qesh se me pizza ngreti Ali Mehmeti. Jo, ne të paktën unë jam shumë krenare për fushatën time. Zoti Ali Mehmeti tani ti zotëriç mendon që do ndodh. Ju më bët një pyetje pak më parë. Dhe më lejon t'ju rikthehem ke ai mendimi im jo afat shkurtër. Unë mendoj që se Shqipëria i duhet një rol model. Dhe unë kam i parim shumë thjesht, u dhiq me shembull. Mos thuj duhet bësh kështu ti, bëj edhe ti kështu ti, jo, bëj e vetë. Dhe ju e patë se si një fushat e ndershme, e thjesht, qytetare, me njerëz, po që vjen nga një background pozitiv. Rol i duhet shumë kësë pozitiv që kemi ne, po edhe Edi Ramës, roli tente, disa i duhet më. Milen Veroxha që si kishte i shpikte, kur të përvata fot, qela, tjetri, nëzirë të rolet pa numur të më. Edhe ty, po ty të kanë të gjallë, se ti nuk kanë nevojë ta shpikin. Ty të kanë gjetur të marrin këta, e bën atë rolin e njeriu të ndeshme të gjitha dhe kaq. Dhe ria tjetër thonë. Më lejoni herë? Po, pa tjetër. Bot një pytja, po ju ja përgjigjen, për të ndihmuar edhe... Po ende se keni dëgjuar përgjigjen. Vazhdo. Ndoshta mënyra më e mirë është që ato ta dëgjojnë përgjigjen. Patjetër. Dhe me këtë model, u prodhou në 2025-ën, në këto kushte si qishte, pra pa diskutu tjerat, unë arrita të prodhoj më shumë vota se kandidati për kryeministër njëkohësisht kryetar partie në vitin 2021, Zoti Bash. Aso kohë i prodhoj 16.145 vota, po të njëjtin qark, me një situatë ndryshe. Qartë. Dhe unë 18.125, 2025, me këtë situatë të ku jemi. Që do të thotë, bëhet. Ky është mesazhi. Bëhet. Duar të duar. Ky optimizëm baton argjiu mua më pëlqen vërtet. E para, kjo është një provë për leadership. Është, thotë. Doktori po thotë, këto janë vota për një leadership të ri. Dhe e për projektimi është dëshirë. Unë se vjen dyshim që bëhet, ndryshe nga që po thot, ose që letë kuptohet opozita sot, unë besoj që Rama është i rëzushëm dhe është lehtësisht i rëzushëm. Por është i rëzushëm nëse ka përballë një opozit të re, të reformuar, me njerëz pa inkriminuar, pa korruptuar, me njerëz që kanë vërtet ideal, kanë vizion, kanë besueshmëri publike. Dhe deri tani Rama nuk është bërë kjo përmbysje sepse përballë Ramës nuk ka qenë një opozitë të tillë, kaq, dhe prandaj është kjo. Anton? Në më thash, për mua rrëzimi i Ramës është i pamundur, sepse Rama i paravendos zgjedhjet, por kjo nuk do të thotë që opozita duhet shkojë tek Rama për të humbur, si shkoi këtë radhë.
me një listë që ishte programi si ishte i keq, por lista, sa u bë lista, sa u ndan drejtues dhe qarqeve, kuptuaj që opozita ishte për të humbur. Nuk mund të thotë që ditën e njëjtë, 3 ditë para zgjedhjeve, zoti Berisha të njoftonte një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp dhe të lexojë para gazetarëve në konferencën e jashtëzakonshme një rezolut që të miratuar në Valencia nga Partia Popullore Europiane, ku thuhet që zgjedhjet do manipulohen dhe Rama do fitojë, por ne s'duhet t'ia njohim. Mund bëhet kjo 3 ditë para zgjedhjeve? Më lexoj. Po ka bën një gjë rezoluta i vetë. Po ti thua 3 ditë para zgjedhjeve që ky do fitojë, po unë kam rregulluar që mos e njoh. Edhe i miratojnë ata, hajtë si t'ja hapë. Që s'mund dalësh me këto mënyra. Pra, do doja, nuk mund të justifikoj atë që ka bërë vetë me atë që bën Rama në zgjedhje.